بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Po vazhdojmë me lejen e Allah te bareke ve teala me komentimin e surës Al-Hadid, aty ku alam në dersën e fundit. Thamë edhe në dersën e parë që ka diskutime mes dietarëve rreth kësaj sure, sa është sura Mekase apo Medinase. E kjo ajet që e kemi tash na tregon se kjo sure është prej sureve Mekase. Nga se vjen një shpjegim apo tregon Abdullah ibn Mas'udi diçka rreth këtij ajeti. Thot Allahu te baraka ve teala: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri Allahi wa ma nazala min al-haq." Thot nuk ka ardhur koha o ju besimtarë që zemrat tuaja të friksohen kur të përmendet Allahu te baraka ve teala, të friksohen kur të lexohet libri i Allahut te baraka ve teala. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, i cili thot se ma kana bayna islamina wa bayna an atabana Allahu بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. Prej që e kemi pranu islamin edhe ju kemi bindë Allah te baraka ve teala dhe prej që asaj kohës deri në zbritjen e këtij ajetit ku Allahu te baraka ve teala u ka tërheq vërejtjen besimtarëve, nuk ka pas më shumë se sa 4 vite. Kështu që ne e dimë që Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu është prej sahabive më të vjetër, prej shokëve më të vjetër që kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Mekë. E që kjo është një isharat i vogël që këto ajete janë ajete Mekase. A nuk ka ardhur koha për ata të cilët kanë besuar që zemrat e tyre të friksohen kur të përmendet Allahu subhanahu wa taala dhe të friksohen ato zemra kur të lexohet Kur'ani, fjala e Allahut subhanahu wa taala. Nga se thot Allah subhanahu wa taala në surën Al-Anfal: "Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum." Me të vërtetë besimtarët e mirë tek Allah subhanahu wa taala janë ata të cilët kur të përmendet Allahu subhanahu wa taala zemrat e tyre friksohen. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe kur atyre u lexohen ajetet e Allah subhanahu wa taala, atyre ju rritet besimi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dhe prej cilësive të tyre është mbështetja e tyre në Allahun subhanahu wa taala. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل. Dhe të mos bëhen sikurse ata të cilëve ju është dhënë libri më përpara, mos bëhen sikurse jehuditë dhe krishterët. فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. E të cilëve ju është zgjatur koha. Ju është zgjatur koha pa dërguar pejgamber të ri. Dhe pastaj zemrat e tyre janë bërë të ngurta. Allah subhanahu wa taala në thret që të mos ngurtësohen zemrat tona, por të ujisim ato me Kur'an. Dhe ti kundërshtojmë jehuditë dhe krishterët që dimë që është parim i madh në fenë islame. Wa kathirun minhum fasiqun. E shumica e këtyre njerëzve jehudi dhe krishterë janë gjunaqtarë të mëdhenj. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu në ajetin vim e bën një shembull i cili në pamjen e jashtme nuk ka të bëjë diçka me ajetin paraprak. E që realisht ka të bëjë shumë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "I'lamu anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha." Dijeni që Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Është për qëllim e ngjall tokën pas vdekjes së saj përmes ujit. E që është shembull sikurse që Allahu subhanahu wa ta'ala e ngjall tokën pas vdekjes së saj me ujë, ashtu e ngjall edhe zemrën e njeriut pas vdekjes së saj përmes Kur'anit, përmes ajeteve të këtij libri madhështor. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Me të vërtetë Allah thot, ja u kemi qartësu juve ajetet
që në mënyrë që jo të mendoni. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala tregon shpërblimin atyre të cilët japin në rrugën e Allahut. Thot innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allaha qardan hasana. Me të vërtetë, ata të cilët japin zeqat prej burrave dhe grave dhe japin hua të bukur Allahut, që kemi përmend dersën e kaluar, yudha'afu lahum, atyre ky shpërblim ju shumë fishohet në dynja, wa lahum ajrun karim, dhe për ta ka shpërblim shumë bujar dhe të çmuar, që është xhenneti në ahiret. Walladhina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun, ata të cilët e kanë besuar Allahun dhe të dërguarit e tij, ata janë besimtarët e vërtetë. Washuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum, po edhe shahidët, ata që vdesin në rrugën e Allahut në mënyrë që të jetë fjala e Allahut më e larta, për ta tek Zoti i tyre ka shpërblim të madh dhe nur, dritë të madhe. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabul jahim, ndërsa ata të cilët i mohojnë argumentet e Allahut dhe i përgënjeshtrojnë ato, me të vërtetë ata janë banor të zjarrit. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala na flet për realitetin e kësaj dynjaje. Dhe se kjo dynja nuk peshon tek Allahu subhanahu wa ta'ala, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as sa një krah i mushkongës. Nëse kish me qenë veç kaq te Allah subhanahu wa ta'ala, nuk i kish jep Allahu xhalla xhelaluhu jo besimtarve as ujë me pi. Thot Allahu xhalla xhelaluhu, i'lamu, dijeni mirë dhe binduni, annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Është la'ib, është lojë e trupave. Lojë e trupave, dëfrim me trup. Pas kësaj, lahwun, është dëfrim me zemër. Siç thot Allahu xhalla xhelaluhu, lahiyatan qulubuhum, i cilëson disa njerëz të cilët kanë dëfrime në zemrat e tyre dhe kanë gjunahe, kanë mëkate në zemrat e tyre. Wa zinatun, është një bukuri të cilën njeriu nuk e posedon, por se zbukurohet me ta për një kohë caktuar. Çdo zinë është zbukurim me cilën njeri zbukurohet dhe pastaj vjen koha kur do të më largohet bukuri. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad, po ashtu është edhe mburrje dhe rivalitet në shtimin e pasurisë dhe të evladëve. E kretë kjo Allahu subhanahu wa ta'ala thot është kamathali ghaythin, është sikur se një shi i madh, i bollshëm, i cili është vënu për një kohë gjatë dhe pastaj bjen. A'jaba al-kuffar, i cili ju ka pëlqyer shumë bujqve. Edhe kjo ka më shumë se një kuptim. Dietarët kanë thonë janë për qëllim bujqet, por disa tjerë kanë thonë janë për qëllim jo besimtarët, kufarët që kanë zemrën shumë të lidhur me dynjë. Po sidoqoftë ju pëlqen edhe besimtarëve dhe jo besimtarëve, edhe bujqve edhe njerëzve të tjerë. Shiu i cili është prit shumë gat. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu, të mbjellurat e cilit ju kanë pëlqyer atyre. Domethënë kur kanë dalë ato të mbjellura si rezultat i këtij shiu të madh, ata janë gëzuar shumë. Në vazhdim thot Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yahiju fatarahu musfarra. E pastaj për një kohë shumë të shkurt, ato të mbjellura që kanë dalë thahen edhe zverdhen. Thumma yakunu hutama, e pastaj duke fry era të ndryshme, ato edhe shkatërrohen. Edhe nuk mbet diçka prej tyre. E gjithë dynjaja me çka ka në të Allah subhanahu wa ta'ala është sikur se ky shembull. Domethënë ka mirësi, cilat mundin me qenë të shumta, po cilat janë mashtruesa, cilat kalojnë tepër shpejt. Wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Ndërsa në ahiret ka falje të madhe prej Allahut subhanahu wa ta'ala, mbulim të gjunaheve dhe dënim tepër të ashpërt. Po edhe kënaqësi prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është si pasojë e veprave të njerëzve që kanë bën këtë dynjë. Krejt mirësi që Allah subhanahu wa ta'ala ja u ka jep njerëzve, i llogarit edhe për to. Kështu që kjo dynjë që Allah subhanahu wa ta'ala na ka jep, është rruga që na ndërgon në ahiret. Qoftë në xhenet, qoftë në xhenem. Kështu që kam pyet njëri subhanahu wa ta'ala. Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur. E kjo botë e kësaj dynjas nuk është diçka tjetër veçse
një përjetim mashtrues sot Allah subhanahu wa ta'ala. Meta' është gjithçka e cila ka përfundim. Një mirësi e cila është mashtruese dhe ka përfundim, i thonë meta'. Nuk është diçka tjetër veç se një përjetim mashtrues. Atëherë nëse është ky realiteti i dunjas, Allahu na urdhron dhe na thot: "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Shtyjuni edhe bëni punë sa më të mira, vepra sa më të mira që me arrit faljen e Allah subhanahu wa ta'ala, edhe me arrit mbulimin e gjunaheve. E që është urdhër me cilën Allah i urdhëron shpesh njerëz, fastabiqul khairat, shtyjuni, garani, bëni punë sa më shumë të mira. Wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard, edhe shpejtoni në hyrjen në xhennet, gjerësia e cilit është sa gjerësia e qiejve dhe tokës. U'iddat lil ladhina amanu billahi wa rusulihi, e cila është përgatitur, xhennet i cili është përgatitur për ata të cilët e kanë besuar Allahun dhe të dërguarit e tij. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kjo është mirësia e Allahut, dhuntia e Allahut që Allah jep kujt don. Kjo është dhuntia e Allahut që Allah azza wa jall jep kujt don. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nuk pyetet Allah se çfarë vepron, kujt jep dhunti, kanë ngritë dhe kanë ul, kanë shpërblenë dhe kanë nuk e shpërblenë. Wa hum yus'alun, por robët e Allah subhanahu wa ta'ala pyeten në ditën e gjykimit. Wallahu dhul fadlil azim. Allah është posëduesi i mirësisë madhështore. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Thot Allah subhanahu wa ta'ala që nuk ndodh me godit dikon një fatkeqësi. Çfarë do që është e fatkeqësi? Qof fatkeqësi në tokë, si thatësirat e ndryshme, tërmetet ose çka do tjetër, wala fi anfusikum, as në veten tuaj, fatkeqësi, sprovë e madhe në shëndet, sprovë e madhe në pasuri, sprovë e madhe në iman, çka do qoftë, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Vetëm se le ta di që kjo sprovë është e shkruar dhe caktuar me një libër, i cili libër ka qenë para se tjetë kjo sprovë. Para se me ndodhë kjo sprovë, është shkru, edhe është registru, edhe është caktu prej Allah subhanahu wa ta'ala. Para se me ndodhë fatkeqësia, para se me ndodhë sprova, ajo veç se ka qenë shkrume edhe pregadit prej Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dhalika ala Allahi yasir. Me të vërtet, dërgimi këtyre sprovave, shkrimi i tyre në Allahul Mahfudh është për qëllim. Kjo është e lehtë për Allah subhanahu wa ta'ala. Kemi përmendur në surën Qaf, edhe diçka tjetër që ka kuptim gjajshëm, që thot Allahu xhalla xhelaluhu, dhalika hashrun alejna yasir. Mbledhja dhe grumbullimi dhe tubimi i gjithë njerëzve prej të parit deri të fundit për llogaridhënie para Allahut ditën e gjykimit është diçka shumë e lehtë për Allah subhanahu wa ta'ala. E pse Allah na ka treguar që gjithçka është e shkruar në atë libër, që është në lartësi afër Allah subhanahu wa ta'ala, likej la ta'saw ala ma fatakum, në mënyrë që ju të mos dëshpëroheni për atë që ju ka humbë. Nëse njeri ka njëherë pret që i vjen një mirësi e caktume, ose pret çka do qoftë prej çështjeve dynjas, o nuk i vjen. Allah thot në mënyrë që të mos dëshpëroheni kur ajo ju humbë. Wala tafrahu bima atakum, edhe mos të gëzoheni tepër shumë me disa mirësi që Allah ja u jep, e të mohani Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ta mos falënderoni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Me të vërtetë Allah subhanahu wa ta'ala nuk e don asnjë mendje madh apo arrogant, i cili mburret dhe lavdërohet tek njerëzit me gjuhën e tij apo me veprat e tij. Allahu nuk i don këta njerëz. Dhe pastaj fillon edhe i cilëson me një cilësi tjetër, e që ka lidhën ngushtë me këtë surë, nga se në këtë surë Allah subhanahu wa ta'ala na urdhron të dhojmë në rrugën e Allahut prej pasurisë tonë. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ata të cilët janë koprac, tregojnë shumë koprac, po edhe pse janë vetë koprac, i urdhrojnë edhe njerëz të tjerë me qenë koprac. Nuk mjaftohen me një gjuna që kanë për veti, po i shtin edhe njerëz të tjerë me but njëjtin gjuna. Sa njeri dënë me bu mirë në rrugën e Allahut, dënë me ndihmu fejnë e Allahut, dënë me ndihmu diçka të hajrit, ndaj projekt që ka të bëjmë fejnë e Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe del një njeri edhe bëhet shkak i thotë jo, mos jep këtë, s'ka nevojë, frytet e saj lypin shumë vjet,
i bën vezvese, sikur shejtani që bën vezvese, ka edhe njerëz që bën vezvese. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl, edhe i urdhërojnë njerëz të tjerë që të jenë koprac. Wa man yatawalla, kush do që largohet nga bindja ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, qoftë me dhënien në rrugën e tij, në këtë rast me mos dhënien në rrugën e tij, largohet për rrugës së Allahut, ose me diçka tjetër, fa inna Allaha huwa al-ghaniyyu al-hamid. Le ta dinë që me të vërtetë Allah subhanahu wa ta'ala është i pasur, i vetmjaftuar, nuk ka nevojë për dhënien e tij. Vetmjaftohet Allah subhanahu wa ta'ala, edhe është al-hamid, i lavdëruar në të gjitha cilësitë, emrat dhe veprat e tij, qofshin ato vepra shariatike apo kozmologjike. Në vazhdim thot Allahu subhanahu wa ta'ala: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Në të vërtetë Allah i ka dërguar disa të dërguar bilbejinati, me argumente shumë të qarta, dhe ka zbrit me ta libra, ka zbrit me pejgamber libra, wal mizan, edhe i ka urdhëruar me drejtësi, liyaquma an-nasu bil qist, që njerëz me jetu dhe me vepru me drejtësi. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas, edhe ka zbrit Allah subhanahu wa ta'ala hekurin, i cili është tepër i fortë, edhe zakonisht përdoret lufta ndryshme, dhe në të ka wa manafi'u lin-nas, përfitime të shumta për njerëzit. Prodhimin e armëve, veglave të punës, për përpunimin e tokës, për ndërtim, për çka do qoftë. Ka mirësi të shumta dhe përfitime të shumta për njerëzit. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, dhe që ta di Allahu subhanahu wa ta'ala se kush po e ndihmon Allahun dhe të dërguarit e tij në fshehtësi, duke i besu në fshehtësi, duke besu Allahun xhalla xhelaluhu në ghaib. Askush se ka pa Allahun subhanahu wa ta'ala që me thonë, e kum pa se nuk është interesant njëri me pa diçka dhe me besu, se këta besojnë krejt. Dhe me thonë, me ndihmu fejnë Allahut xhalla xhelaluhu përmes këtij hekuri, edhe përmes këtyre ajeteve dhe argumenteve dhe librave dhe drejtësisë cilën e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Është interesant që ka përmend bil bayinat me argumente të qarta, el kitab me libër, wal mizan me drejtësi, po edhe ka përmend hekurin, wa anzalna al hadid, si thot Allahu xhalla xhelaluhu në surën at-Tauba edhe në surën at-Tahrim: ja ejuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin, o ti pejgamber, luftaj jo besimtarët dhe hipokritët, waghlud alehim, dhe tregoj ashpër me ta. Kjo është në rast të luftës. E luftimi jo besimtarëve bëhet përmes hekurit, ndërsa luftimi i munafikave bëhet përmes ngritjes të argumentit me libër. Siç thot Allah subhanahu wa ta'ala: wajahidhum bihi jihadan kabira, dhe ti o Muhammed luftaj ata jo besimtar përgjithësi, po edhe munafik, bihi me të, me Kur'anin, jihaden kabira, është i vetmi në Kur'an që është përmend gjihadi i madh, lufta e madhe, e që është përmes ngritjes të argumentit me Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna Allaha qawiyyun aziz, tregon Allahu xhalla xhelaluhu që ai vetë është i fortë dhe nga dhënjues. Po edhe ky libër, edhe ata pejgamber, edhe ato argumente, edhe ai hekur janë sprova për besimtarët, në mënyrë që ti sprovon njerëz se cili prej tyre po punon vepra më të mira. Domethënë, edhe vdekja, edhe jeta, edhe gjithçka që ka të bëjë me vdekjen edhe jetën janë sprovë që me ditë Allah subhanahu wa ta'ala se kush po i bindet dhe kush nuk po i bindet Allahu xhalla xhelaluhu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj Muhammed, me të vërtetë namazim, kurbanim, jeta dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun Zotin e botrave. La sharika lahu, i cili nuk ka ortak, nuk meriton dikush tjetër të adhurohet përveç tij. Wa bidhalika umirt, dhe me ata Allah më ka urdhëruar, wa ana awwalul muslimin, dhe unë jam i pari i muslimanëve. Domethënë gjithçka për këtyre ibadeteve është sprovë që me pa Allah subhanahu wa ta'ala se cili po punon më mirë.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi dhalika falyafrahu. Thot Allah, thuaj Muhammed, me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e tij, me Kur'an, me sunnet, fa bi dhalika falyafrahu. Me këto le të gëzohen njerëzit. Jo me dynja, jo me çato sene që përmenëm, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Po me këto, fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Këto mirësitë Allahut janë më të mira se sa gjithçka që e mbledhin jo besimtarët prej dynjas. Pastaj vazhdim thot Allahu xhalla xjalaluhu wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahima. Tregon që ka dërguar disa të dërguar, të parën e tyre Nuhun alayhi salam, po dhe Ibrahimin alayhi salam. Wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Edhe tek pasardhësit e tyre Allah ka dërguar pejgamberllokun dhe librat. Nëse pejgamberët që vinë pas tyre janë prej lozës së tyre. Faminhum muhtad, e prej njerëzve që vinë pas këtyre pejgamberëve, ka njerëz që janë të udhëzuar, wa kathirun minhum fasiqun. Po shumica e tyre janë njerëz që kanë dalë për rrugës të Allahut subhanahu wa ta'ala. Siç thot Allahu xhalla xjalaluhu në surën Yusuf, wa ma aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin. O Muhammed, edhe ti nëse shumë mundohesh, edhe ki dëshirë me udhëzu njerëz të tu më të afërt, njerëz të tu popullin tënd me kaste kështu me radhë. Shumë nëse ki qef, prapse shumica e tyre s'kan me besu. Wa ma aktharu an-nas walau harasta bimu'minin. Me të vërtet shumica e njerëzve nuk besojnë, anë saj mundohet. Innaka la tahdi man ahbabt. Ti o Muhammed me të vërtet s'ki mundësi me udhëzu atë që ti dën. Walakin Allah yahdi man yasha. Përsa Allah subhanahu wa ta'ala është i vetmi i cili udhëzon këndën. Po ashtu thot Allahu xhalla xjalalu në surën Yusuf gjithashtu, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Shumica e njerëzve të cilët e besojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, e besojnë duke i bërë shirk. E ky ajet është shumë i frikshëm. Se ka shumë prej njerëzve të cilët e besojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, sikurse Kurajshit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E besojnë Allahun në rububijen e tij. E besojnë Allahun që ai ka kriju, ai furnizon, ai ju jep jetë, ai bën me vdek. Allah subhanahu wa ta'ala kontrollon çdo send që ka në këtë univers. Po këto krete pranojnë. Po megjithatë i bojnë shirk Allah subhanahu wa ta'ala. Nga se nuk i bindën Allah subhanahu wa ta'ala në uluhijen e tij, në adhurimin e tij. Ose nuk e adhurojnë Allah subhanahu wa ta'ala, i lojnë veprat, ose i bojnë veprat, po i bojnë Allahut shirk në ato vepra. Edhe i bojnë ato vepra për dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina. E pas këtyre dy të dërguarve, pejgamberëve, Nuhut alayhi salam edhe Ibrahimit alayhi salam, thot Allahu xhalla xjalalu kena dërgu edhe pejgamber të tjerë. Wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa ataynahu al-injila. Kemi dërgu edhe Isaun, birin e Maryamës alayhi salam, dhe ja kemi jep atij Injilin, librin cilën e ka pas. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Dhe kemi bërë në zemrat e atyre të cilët e kanë pasu Ibrahimin alayhi salam, kena bërë në zemrat e tyre butësi edhe mëshirë. E që janë pasuesit e Isës alayhi salam. Thot Allahu xhalla xjalaluhu në surën Al-Maida, latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud walladhina ashraku. Do t'i gjesh dhe do t'i gjeni njerëz cilët mas shumë t'i kanë armiqësi ndaj besimtarëve, jehudët dhe njerëz në përgjithësi që bojnë shirk. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara. Dhe sa njerëzit më të afërt me besimtarët keni me gjetë të krishterët, ata që thonë ne jemi nasrani. Dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Nga se prej tyre ka priftërinj edhe murgj. Priftërinj dhe më thonë udhëhec fetarë cilët i udhëhecin kishat e tyre, ndërsa murgj njerëz cilët munohen me boj ibadet për Allah subhanahu wa ta'ala dhe largohen prej mirësive dynjas, zakonisht largohen prej martesave me gjininë e kundërt. E që edhe kjo nuk është ajo në cilën Allah subhanahu wa ta'ala ka urdhëruar.
Në zemrat e tyre ka edhe diçka tjetër, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Është një murgëri të cilën ata e kanë shpik. Ma katabnaha alayhim. Allah subhanahu wa taala nuk I ka urdhëruar me ta. Illa ibtigha'a ridwanillah. Krejt që ka kanë dashur me bua ata me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala përmes kësaj murgërisë. Po prapse fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Edhe pse janë mundu, edhe kanë kundërshtuar ligjin e Allahut subhanahu wa taala, martesën e burrave me gra. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Allah ka treguar që ka dërgu pejgamber para pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka bëu që ata me pas gra edhe pasardhës. Ata I kanë mohu këto krejtë dhe I kanë kundërshtu, edhe janë mundu mu vetmu edhe me bo adhurim, po prapse Allah thot fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Nuk kanë mujt me arrit as ata që vetë ja kanë qitë vetit si cak. Kanë pasur synim në diçka cilën në fund të fundit nuk kanë mujt as me arrit. Fa atayna alladhina amanu minhum ajrahum. Ata cilët kanë besu prej tyre para ardhes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë besu në Isa alayhis salam dhe në Injil, Allah ja ka jap shpërblimin. Po edhe atyre që kanë besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allah ka shpërbly dy fesh, tash e tregojmë. Fa atina alladhina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasiqun. Edhe pse prap shumë prej tyre janë fasiqin. Njerëz që kanë dalë prej fesë Allah subhanahu wa taala ose gjunaqar të madh. Ya ayyuha alladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. Ka khilaf mesdietarëve është për qëllim umeti jon apo umetet edhe përpara. Ittaqullaha wa aminu bi rasulihi. Keni frikë Allahun, binduni Allahut, edhe besojeni të dërguarin e tij të fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Për ata krishterë ose jahudi që kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, që kanë pasur denjësisht Isa alayhis salam, ju thot friksojeni Allahut edhe pasojeni të dërguarin e fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Nga se Allahu yu'tikum kiflejni min rahmetihi. Ju jep shpërblim dy fish. Dy fish ju mshiran, ju jep prej mshirës ti. Për shkakun se keni besu në pejgamberin që ka qenë para Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Isa alayhis salam, po edhe keni besu pejgamberin e fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, dhe ju bën juve dritë, ju udhëzon këtë dynja dhe ju mëson me ecë me dritë. Po edhe ja u fal juve edhe u mbulon mëkatet që ju I bëni. Thot Allahu jalla jalaluhu në surën Al-An'am, aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Flet Allahu azza jall për njerëz që kanë qenë të vdekur. Allahu jalla jalaluhu I ka ringjall dhe ka bën zemrat e tyre nur, dritë. Këta me ata cilët nuk e kanë frikë Allahun xhalla xhelaluhu, kama mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. A janë të njëjtë këta njerëz që Allahu ka jep nur edhe ecin me atë nur, edhe din për ku janë nis, me ata cilët janë në errësira të shumta, në errësirat e xehlit, në errësirat e kufrit dhe shirkut, në errësirat e bidateve dhe të fiskut. Nuk janë të njëjtë. Nuk janë barabartë për Allah subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu xhalla xhelaluhu: "Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina." Dhe kështu Muhammed të zbritëm ty një lloj shpirti nga ana Allah subhanahu wa ta'ala. Kur'anin I cili zemra ka nevojë për të. Shembullin që patëm pak më herët, Allah qysh e ka pru shembullin e tokës, e cila ka vdek, pastaj Allah ka dërguar shijen, pastaj ka ringjall. Është e njëjta me Kur'an. Vazhdim thot Allahu xhalla xhelaluhu: "Wallahu ghafurun rahim." Në vërtet Allahu është falës I madh edhe mëshirues I madh. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah. Kështu që le ta dinë pasuesit e dy librave të mëparshëm, jahudit edhe krishterët, se nuk kanë mundësi të arrijnë asnjë mirësi prej mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala, vetëm se duke pasuar edhe pejgamberin e fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, cilin e kanë pasur të përmendur në librat e tyre. Po kanë prit që po del në ashtë për tyre, edhe nuk ka dal, po ka dal prej arabëve, edhe nuk e kanë besu. Njëjtë sikur Kurejsht e Mekës, bel ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Këta kanë prit që me ardhë melek, I dërgumi Allahut melek. Jo njeri, po melek.
E kur ka ardhur i dërguari i Allahut në mesin e tyre, prej Mekazve, ata janë çuditë dhe nuk i kanë besuar dhe kanë mohu. Wa anna al-fadla bi yadillah, dhe le të dinë që e gjithë mirësia është në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo mirësi që e keni, qoftë e vogël e madhe, dukshme, pa dukshme, nuk është prej dikujt tjetër përveç se prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah subhanahu wa ta'ala ju ka jep prej çdo gjë që keni kërkuar prej tij. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. A nëse mundoheni me i numru mirësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala, s'keni mundësi me i numru. Kështu që çdo mirësi që është prej Allahut subhanahu wa ta'ala, yu'tihi man yasha, është në dorën e tij. Ja jep kujt atë dën prej robëve të tij. Wallahu dhul fadli al-azim, me vërtet Allah subhanahu wa ta'ala është dhuruesi më i madh edhe është poseduesi i mirësisë madhështore. Me kaq përfundon tafsiri surës Al-Hadid. Lutë Allah subhanahu wa ta'ala të na jap dobi për asaj që është lexuar dhe shton. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.